Shoqata e transportit publik qytetas i është drejtuar zyrtarisht qeverisë me një kërkesë për zgjatje dhe me 3 muaj të skemës së subvencioneve të naftës për operator të transportit publik. Aktualisht vendimi i Këshillit të Ministrave parashikon që masa e jashtëzakonshme mbështetëse për sektorin të jetë në fuqi deri në fund të muajit qershor, si pjesë e politikave për përballimin e rritjes së çmimeve të karburanteve. Në kërkesën drejtuar institucioneve, shoqata argumenton se vetë qeveria ka pranuar ekzistencën e një situatë të veçantë në tregun e hidrokarbureve, e cila ka ndikuar drejt për drejt në rritjen e kostove të operimit për kompanitë e transportit publik. Sipas operatorëve, situata vijon të mbetet problematike pasi çmimet e karburanteve nuk janë stabilizuar dhe vazhdojnë të kenë ndikim të ndjeshëm financiar në aktivitetin e përditshëm të kompanive të licencuara. Për këtë arsye, shoqata kërkon që kompensimi financiar për 50 lekësh për litër i miratuar më herët nga qeveria të zgjatet edhe për periudhën korrik shtator me synimin për të garantuar vimësi normale të shërbimit publik. Sipas përfaqësuesve të sektorit, vazhdimi i subvencionit konsiderohet i domosdoshëm për të shmangur reduktimin e numrit të mjeteve në qarkullim, uljen e frekuencave të linjave urbane dhe për të ruajtur balancën financiare të operatorëve të transportit publik qytetas. Shoqata paralajmëron se pak të mbështetje kompanitë mund të përballen me vështirësi të mëdha ekonomike që do të reflektohen drejt për drejt edhe tek cilësia dhe qëndrueshmëria e shërbimit për qytetarët.